lëvizjeve të vendosë Partia Demokratike e Kosovës, edhe normalisht minoritetet jo serbe. Po tash, a e kemi qatë të leqin e sigurt? Nuk e kemi, për shkak se PDK-ja veç një farforme hoq i dorë prej një marrëveshje çfarë do qoftë ajo. E kemi LDK-n, po LDK-ja ka të lashën e vet. Fillimisht ata do të më zgjedh problemin në shtëpinë e vet. Tash ata po thonë që i kanë bënë shkrimet për me thirr kuvendin e jashtëzakonshëm me shkarku Lumir Abdixhikun nga pozita e kryetarit, që e kanë mbledh më shumë se 1/3 e delegatëve, i kanë në shkrimet. Kështu që unë mendoj që fillimisht kemi me pas zhvillime, kemi me diskutu për zhvillime në Lidhjen Demokratike të Kosovës, e tek pastaj masi të zgjidhet udhëheqësia e re e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta Albin Kurti atëherë prap të ulet me ta, diskuton edhe eventualisht me gjetë një zgjidhje. Në anën tjetër kemi Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në fakt i ka shpreh qëndrimet e veta. Nuk i shkojnë. Nuk ka marrë fare pjesë në takimin e po nuk i shkojnë takim për shkak se ata ishin të qartë. U paraqit kjo si një refuzim, në fakt nuk kishte refuzim. Ata i kishin kërkesat e tyre të qarta. Ja dërguan zotit Kurti edhe kërkuan prej tij që ai me reflektuan to. Nëse i pranon kushtet e tyre, unë jam i sigurt se ata kanë më shkuar në takim edhe kanë më marrë vesh, por nëse si pranon kushtet e tyre, atëherë pse duhet më shku ata në takim. Kështu që po e shoh në